Është hedhur sot gur themeli për ndërtimin e stacionit të ri të policisë së Kosovës në komunën e Zupin Potokut, një investim i rëndësishëm në funksion të përforcimit të sigurisë dhe shtrirjes institucionale në veri të vendit. Në ceremoninë zyrtare morën pjesë ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, si dhe ministri në detyrë për komunitetin dhe kthim Elbert Krasniqi. Ministri Sfeqla u shpreh se ky stacion modern do të sigurojë infrastrukturë të nevojshme për pjesëtarët e policisë dhe do të jetë burim sigurie për të gjithë qytetarët. Qytetarët e Zupin Potokut do të kenë edhe një infrastrukturë shtesë për sigurinë e tyre, me më shumë shërbime, për një jetë më të mirë për të gjithë pa asnjë dallim. Në hapësira të bollshme, një projekti mbi 1.1 milion euro të ndara nga qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme për policinë e Kosovës. Tutje u bë e ditur që stacioni i ri pritet të rrisë kapacitetet operacionale të policisë së Kosovës në këtë zonë, duke përmirësuar shërbimet për komunitetin lokal dhe duke kontribuar në stabilitetin e përgjithshëm.